Jemi në një paralele tjetër të Egli Gjestit. Jemi te Valbona Lajert. Është një lloj paralelizmi. Është një paralele. Kemi Valbonën e para që zgjedh Lajertin. Po. Rajsa e kam ndjekur unë. E zgjedh dhe kërkon me forcë që të jetë e dashura e Lajertit. Kemi një Lajert që ka zgjedh atë profilin e vet, që erdhi deri tani, që nuk bën luftra të mëdha, që nuk është i egër, që nuk ka situata që ti nxjerri ai. Ama me atë natyrën Lajerti është Lajerti, jemi këtu në 90 e ca ditë me Lajertin, që e shohin edhe për finale, që e shohin edhe për të fitu, që personalisht nuk mund të them, sepse duhet të jenë në finale njerëzit që kanë dhënë shpirtin aty. Keq e mirë, po janë shqyer për atë kup, po themi. Se mendoj që fitoria e Big Brotherit, më shumë se legët është dinjitet, është fitore e njerëzve që kanë luftuar për atë gjë, pra ti duhet luftosh shumë. Dhe nuk mendoj që Lajerti ka luftuar shumë. Por ka të paraqitjen e vet, pra përfaqëson atë njerëz, atë grup njerëzish që kanë inteligjencë, që kanë personalitet, që nuk luftojnë shumë, por ju vjen situata, kanë qëndrimet e tyre dinjitose për të shkuar në një nivel tjetër. Lajerti nuk ka rënë në grackën e të tjerëve te Bona, por jashtu ka dash të jetë edhe ai lojtar. Kështu që kur e ka kërkuar Bonën të jetë afër, Valbona ka bërë gocën që tash i s'dua unë. Pra ti nuk mundesh t'i afrohesh një djali. Dhe më besoni, nuk është se po jap leksione dhe mend, po unë jam e rritur mjaftueshëm. Kam eksperiencë mjaftueshëm, time dhe të miqve të mi, për të parë të paktën cila nga lëvizjet ka funksionu ose jo. Dhe them shpesh jemi në zallamahi, marrëdhëniesh pikërisht për gjërave të filluara gabim. Ti nuk mundesh vete para se je kurajoze, ti tregosh simpatin dhe ndjenjën, të thuash në prime që unë ndjej për këtë djalin, unë e dua, dhe kur ai djali të thon për darkë ti thush unë s'do. Ose kur të thonë hajde putemi. Dhe pastaj ti e përmend që ti je 51 vjeç. Po. Prandaj jemi 51 e më kusurun, se e jemi çik më të rrahur me jetën, e kemi personalitetin pak më të fortë. Po përpos kësaj, ai e ka ftuar për të puthur dhe ka refuzuar. Dhe na fyet Cedra, na nuk kemi kaq adoleshent, hajde këtu. Po kur çdo sen e ikim me natën, jo. Duhet ta kesh kujdes. Kur ta përmendësh vazhdimisht je 51 vjeçar, duhet të kesh parasysh kur thu jo, edhe kur thu po. Dhe Lajerti ka mbledh.